Përshëndetje të bekuar. Ju përshëndes. Përshëndetje. Mirëdita. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Në të është shpresa, në të është jeta, në të është mirësia, në të është dashuria. Ju përshëndes të dashur. Lavdia i qoftë Zotit. Zoti jonë është i gjallë dhe prandaj mos keni frikë dhe mos u influenconi nga asgjë. Nga asnjë gjë. Liliana Mirëdita, mirë se erdhe. Mirë se erdhe e bekuar. Lavdi Zotit për ty, lavdi Zotit për besnikërinë tënde. Lavdi Zotit për gjithë shka që je duke bërë në mbretërinë e Perëndis. Mirëdita të gjithëve. Roana Mirëdita, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Po, lavdi Zotit, ka bollek sot. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Zoti do që të na mbushi zemrën plot, Zoti nuk do të na lërë pa shpresa, po të na mbushi plot e për plot. Shpresa, mirë se erdhe. Mirë se erdhe e bekuar. Lavdi Zotit. Juve ndoshta thatë sot do të shtrihemi dorim në krevat, ose do iknit në për kisha, lavdi Zotit për kishat. Zoti ma buri në zamër sot të dua live. Tash, okay, do da live tani. Lavdi Zotit. Përshëndetje shpresa, përshëndetje bekim. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Askush nuk e ndal Zotin ton, askush. Zoti është i gjallë. Ai është në mesin ton. Përshëndetje Leta. Përshëndetje të bekuar, kudo që jeni, ju përshëndes. Unë ju përshëndes nga Kölni. Sot e kemi kohën pak vrëntur, jo shumë mirë. E megjithatë e kemi Zotin në zemër dhe e kemi diell në çdo kohë. Në çdo kohë. Faleminderit Zot që je kaq i mirë, që je kaq besnik, që je plot me dashuri. Faleminderit për gëzimin që na jep në zemër, faleminderit për prezencën tënde, faleminderit për mbrojtjen tënde, faleminderit Zot që ti na mban fort në të vërtetën tënde. Ne e njohim të vërtetën, Perëndi, dhe e vërteta na bën të lirë. E vërteta na jep gëzim, na jep besim për të vazhduar. E vërteta Zot që ti je i gjallë, që vetëm ti je dera e shpëtimit, vetëm ti je emri i jetës, vetëm ti je ai ku ka liri. Dhe ne Zot vim edhe të adhurojmë ty pikërisht në këtë ditë o Zot. Ne të adhurojmë ty Jezus. Dhe faleminderit Zot që ne do të jemi dhe do jemi çdo ditë më shumë dëshmitar që të gjitha gjunjët përulen dhe çdo gjuhë do të pranoj që Jezus Krishti është Zot dhe nuk ka Zot tjetër përveç Jezus Krishtit.
ne besojmë në këtë të vërtet sot, ne qëndrojmë në këtë të vërtet, dhe ne i thurim lavde emrit tanë. Ty dhe vetëm ty o Zot, të qof lavdia. Në emrin e Jezusit. Amen. Të dashur motra dhe vëllezër, amen Kriselda, në këtë ditë të re, unë dua të them që Zoti ty asnjëherë nuk të ka hequr nga plani edhe nuk të ka hequr nga vizioni i tij. Perëndia do që ti të kuptosh vizionin e të kuptosh zërin e të ligut. Mendimet që të çojnë poshtë, gojët e njerëzve që i ligu përdor kundër teje, nuk është Zoti. Është i ligu ai që flet kundër teje, ai që ngrihet kundër teje, ai që gjykon kundër teje. Gjithmonë i ligu ka vepruar dhe qëllimi i tij është të largoj nga plani i Zotit. Qëllimi i tij është gjithmonë të largoj nga vullneti i Perëndisë së gjallë. Unë dua të them që djalli përdor gjithmonë stile të ndryshme për të larguar njerëzit. Gjithmonë ai gjen stile për të larguar mendjen e njerëzve nga Zoti i vërtet. Të njëjtën gjë ai ka përdorur, të njëjta strategji ka përdorur që në fillim. Dhe unë dua të them strategjitë që djalli përdor për t'i larguar njerëzit, por ndoshta edhe për të larguar ty nga e vërteta. Unë dua të them mirë se erdhe Anisa, mirë se erdhe Antoneta, mirë se erdhët, lavdi Zotit, jam shumë mirë. Lavdi Zotit, mirë se erdhe Aurel, mirë se erdhe Fjeri, mirë se erdhe Daniel, mirë se erdhe të bekuar. Mirë se erdhët. Lavdia i qoftë Zotit për ju, dhe unë dua të them që djalli përpiqet, qëllimi i tij është t'i largoj njerëzit nga Perëndia. Qëllimi i tij është të na largoj ne nga lavdi Zotit Antoneta. Të tregoj diçka çfarë Antoneta ka shkruar. Mirdita motër. Thot, në fillim unë se dëgjoja dot zërin tënd. Por përsëri megjithëse se dëgjoja dot zërin tënd, vendosa të ndjek një javë. Dhe ja ku është akoma dhe pas 2 vitesh më duket. Apo sa koke, Antoneta. Lavdia i qoftë Zotit. Pra, e shikoni se si i ligu gënjen edhe thot mos e ndiqni, mos dëgjo, dhe për shembull thot nuk duroj dot zëri i saj, është më shumë autoritet, është më shumë. Edhe shiko si thot Antoneta, megjithatë që unë nuk ta duroja dot zërin, vendosa do të ndjek një javë rresht, dhe ja ku jam akoma duke ndjekur. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. E dini pse, sepse nganjëherë e vërteta neve nuk na pëlqen. Edhe megjithatë kur ne kërkojmë të rrim, ashtu si Antoneta thot që megjithatë unë vendosa të dëgjoj një javë, u bën 4 vjet. Lavdi Zotit. Antoneta thot, a vash se mi hoqe 2 vjet, kam 4 vjet të kjo kish. Lavdi Zotit. Haleluja. Lavdia i qoftë Zotit për besnikët, sepse ju nuk rrini kot. Asnjë nuk rri kot. Asnjë. Vetëm ai që ka parë transformimin, ai që ka parë dritën e Krishtit, ai që ka parë se si është ndërtuar, ai qëndron atje ku ushqehet. Apo 4 vjet, thot Antoneta, jam tashmë këtu. Dalen qik se temën e bëjmë një qik më vonë. Pa më thoni, sa kohë keni ju që jeni te kisha jonë, që ndiqni kishën tonë? Sa kohë keti Laureta këtu tek ne? Sa kohë keti Fjeri? Pra unë jam live në Instagram, jam live në Facebook dhe jam live edhe në TikTok. Pra jam në të 3 portalet live. Edhe njerë ju përshëndes të gjithve ju në TikTok, ju përshëndes të gjithve ju të kishës online në Facebook, ju përshëndes dhe juve në Instagram. Flora thot ka 4 vite. Pranvera thot, unë kam 5 vite në këtë kishë të bekuar. Pa më tregoni pak sa ko keni këtu. Fjeri thot,
unë kam 2 vite, thot, dhe më është transformuar jeta. Lavdi Zotit Fieri. Sa më shumë të rish, aq më shumë Zoti do të transformoj. Lavdi Zotit. Liliana thot, unë kam 5-6 vite. Arta thot 5 vite. Roana thot, kam 5 vite që ndjek. Lavdi Zotit, Roana. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit që këtu adhurohet Jezus Krishti. Amen. Aleluja, Zoti gjallë. Madonna thot, kam 3 javë që po të ndjek dhe ndjem shumë mirë. Dhe një ndjenjë shumë pas. Lavdi Zotit. Sa ke filluar, Madonna, ti do ta shikosh se si Zoti do të çojë nga lavdia në lavdi. Ka filluar paqja jote, por Zoti pastaj fillon dhe pastron, fillon të çliron territorin, fillon të jep territore të reja, sepse të gjithë që kemi filluar nga një fare vogël, por sot janë bërë të gjithë që japin fruta. Edhe Zoti të ka thirrur këtu, sepse Zoti do që të përdor ty që të japësh fruta, që njerëzit të vinë, të bekohen nëpërmjet teje, sepse ti do të jesh kaq shumë e bekuar. Ky është gjithmonë Zoti jon, gjithmonë. Amen. Antoneta thot një gjë, jo vetëm që na është ndryshuar jeta, por sa shumë jemi transformuar. Sa konflikte kemi eliminuar nga jeta jonë. Janë shpëtuar familjet, kemi shpëtuar nga familje vërtet, kemi shpëtuar nga sherret, jemi transformuar në karakterin ton. Amen. Haleluja. Antoneta është në Instagram, kush dëshiron të ndjeki në Instagram, më ndiqni tek Kisha Online Alketa Hour në Instagram. Në TikTok tek Alketa Hour dhe në Facebook tek Kisha Online Jezus Krishti është Zoti gjithë shqiptarëve. Laureta thot, unë kam ardhur para 2 vitesh, sa po pranova Jezusin dhe ju luta Zotit më jep një kish, dhe kjo kish më erdhi në Facebook dhe jeta ime ndryshoi. Amen. Marinela thot, unë te kjo kish kam gjetur paqen. Amen. Veciko thot, unë kam 1 vit këtu. Sofi thot, unë kam 5 vite. Bia i Perëndis thot, kam 5 vite. Në 2020. Shpresa thot, unë kam filluar që në konferencën e Zvërnecit në 2019 apo 2020 ka qenë, se mbaj mend më. Kriselda thot, unë jam që në 2022. Dituria thot, unë kam 3 vite. Nertila thot, unë kam 1 vit. Laureta thot, unë kam 1 vit e gjysmë. Lavdi Zotit, Kriselda. Laureta thot, jam bekuar, jam ngritur në nivele të reja. Amen. Amen. Anisa, sa kohë ke ti? Aleluja. Rana thot, kisha dhimbje koke, sa po dëgjoja për Zotin iku. Amen. Pranvera Kaplani thot, unë kam 8 vite. Amen. Është viti 8 që më ndjek që në 2015, do më thënë, që në 2017 ke filluar. Unë kam filluar në 2015 live. Lavdi Zotit. Tana thot, që 5 vite, lavdia i qoftë Zotit ton. Amen. Lovlora thot që 2 vite. Flora thot, kam 2 vite. Anisa, njerëzit do të ngjiten ty si me mastic. Prandaj shkëlqe se ku është drita vin vet njerëzit. Hiç mos e vra mendjen. Lavdi Zotit. Pra do vero Ana mos e vra mendjen në emrin e Jezus Krishtit.
do jetë e lirë, do vej në shkollë, do ketë gëzim se Zoti e ka caktuar të jetë vajza jote dhe çdo gjë që është tëndja është e bekuar. Amen. Pra të dashur, disa që kanë që në fillim, Irma thot, unë kam që në fillim fare që të ndjek, lavdi Zotit Madonna. Pra, të dashur, të gjithëve që kanë ardhur, Zoti në ka ngritur nga një nivel në tjetri. Jo vetëm juve, edhe mua. Edhe mua më ka ngritur nga një nivel në tjetri. Gjëra që më përpara, për shumë gjëra, ndoshta isha pa sigur, dhe sa predikime i fshija, dilja live, flisja live, edhe nga që i thosha gjërat shumë si që kisha në zemër, shumë të hapura, shumë padorashka, edhe pastaj të ndohesha, njerëzit nuk i kuptojnë, edhe prandaj më gjykojnë, kështu që i fshija. Edhe sa predikime i kam fshirë, dhe tani më vjen keq që i kam fshirë, por me gjithatë, Zoti më ka bërë më të sigurt, më ka bërë më direkte, që ti them gjëra, të kem guxim, më ka bërë më trime. Më ka bërë më trime. Kam qenë një çik frikacake në fillim, por Zoti më ka bërë më trime. Dhe jam bërë pak më trime, sepse kam kuptuar që në çdo vend, nëse Zoti nuk të ruan, edhe nëse Zoti nuk është me ty, ti mund të bësh gjithë shka që njerëzit duan, ti mund të flasësh gjithmonë atë që ju përshtatet njerëzve, dhe përsëri ti do të kesh armiq. Dhe Zoti ma ka hapur mendjen për të më thënë, je mik me mua, thuaj gjërat siç janë, dhe më mirë ti jesh mik me mua, se sa të kërkosh të bëhesh mik me njerëzit, duke u larguar prej meje, duke mos e thënë të vërtetën. Edhe kështu pastaj unë kam marrë guximin t'i them të vërtetat. Irma thot më ka marrë malli për atë kohë që qeshje shumë. Unë qesh akoma. Lavdia i qoftë Zotit. Pra të dashur, jam bërë më trime, jam bërë më guximtare. Çfarë jam bërë tjetër? Tjetër nuk e di çfarë jam bërë, por më duket mua sikur ti Irma ke të drejtë. Nga njerë më duket vetja si shumë serioze, edhe i them Zot, ti e di që unë po mos qesha, nëse mua më duhet të sëmurem, kur mos qoftë, më lërë pa qeshur, sepse po nuk qesha, shpirti im thahet, unë jam krijuar, më duhet të qesh, më duhet edhe kur jam sëmur, më duhet të qesh. Mamaja ime më thoshte, unë nuk e kuptoj kur ti je sëmur, se ti nuk hankohesh. Edhe, ndoshta tani këto kohët e fundit janë bërë që grindavece. Lavdi Zotit. Por të dashur, kam kuptuar një gjë, të qeshësh është dhurat prej Perëndis. Njerëzit mendojnë që kur qesh, i ligu ja u kam mbushur mendjen dhe thonë që njerëzit që qeshin nuk janë mirë. Në të vërtet, ata që qeshin janë shumë, shumë mirë. Sepse ai që qesh ka shëndet të plot mendor, ka shëndet në trupin e tij, sepse e qeshura organizon disa hormone që shërojnë trupin, që sjellin gëzim, dhe që nuk të le ty asnjë problem të të nënshtroj. Dhe unë të inkurajoj të qeshësh sa më shumë. Ju them fëmijëve të mi gjithmonë, nuk ka gjë më të bukur në jetën time, sinqerisht,
Ajo që më gëzon zemrën kur I dëgjoj fëmijët e mi të qeshin me gjithë zemrën. Kur I dëgjoj ata të qeshin, më gëzon zemra mbi gjithë shka tjetër. Sepse e di, kur ti qesh nga brendësia, kur qesh me shpirta, unë nuk them tani të qeshësh edhe njerëzit, ka dhe njerëz që qeshin kështu, po nuk e kanë të qeshur me gëzim, të qeshur nga zemra. Dhe unë them që nuk ka prind që nuk e gëzon kur dëgjon të qeshurën e fëmijëve të tij. Kur ata qeshin me gjithë zemër. Dhe duket sikur djalli ja u ka hequr njerëzve të qeshurën. Ai po mundohet ja u vjedhi gëzimin. Ai po mundohet edhe humori që më përpara na bënte vërtet për të qeshur, tashmë nuk është më humor. Tani është vetëm tallje me të tjerët. Po, a është humori të tallësh të tjerët humori që I pëlqen Zotit? Jo, nuk është. Ai kur ne tallim të tjerët, kur ne qeshim në kurrizin e të tjerëve, kur ne I përdorim të tjerët për t'i tallur ata, atëherë unë dua të them ajo nuk është humor. Të ulësh një njeri nuk është humor. Humori pis nuk është humor. Humor është kur ti qesh vërtet pa lënduar njeri. Pa lënduar njeri. Lavdi Zotit. Dhe gjithmonë e më shumë njerëzit po kërkojnë të bëhen të vrarë në fytyrë, të errët, të egër. Dikush më tha, kur dilja në fillim live, me që filluam tani këto historitë e live-eve, edhe një person që e njoh, edhe që e vlerësoja fjalën e tij, fjalën e saj, edhe më thot, ty nuk të marrin njerëzit seriozisht në predikime, sepse ti qesh shumë dhe ja heq fjalës së Perëndis autoriteti. Edhe të them të drejtën, Zoti më ka dhënë autoritet mbi çdo principate, dini pse? Sepse Zotit I pëlqen ajo lehtësia e zemrës time. Ati I pëlqen që unë mbështetem plotësisht tek ai. Jo në zgjuarsin time, jo në diturin time, por 100% në Zotin. 100% në ta. Sepse unë e di që vetë nga mua nuk kam asgjë. Asgjë nuk kam. Ama çdo gjë që vjen prej Perëndis, unë e kuptoj atë momentin kur unë humb në Shpirtin e Shenjtë. Shpesh unë e filloj fjalën dhe kur e filloj fjalën, më thënë jam akoma unë si I thon fjalës. Por vjen ajo klik ku fuqia e Shpirtit Shenjtë merr kontroll dhe unë nuk ndjej më as një shkëputje, as vetëm kur shikoj që wow, sa predikime unë I ndjek vetë të mia, sepse them wow, Zot, si ke folur këtu, çfarë ke thënë, më ke kënaqur. Ja u them me të vërtet, sepse unë kam mësuar të di të dorëzohem dhe të notoj në Shpirtin e Shenjtë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë që ne jemi si peshku që është në det. Peshku është në ujë. Dhe ai nuk mund të jetojë jashtë ujit. Ai është kudo I lagur me ujë, ai merr ajër nga uji. Ai ushqehet nga uji. Gjithçka botë e tij është uji. Dhe bota jon është ajri. Bota jon është ajri, për peshkun ne jemi krijesa të çuditshme që jetojmë në ajër. Ne jetojmë me ajrin. Ky ajri na ushqen. Nëse
nuk do jetë oksigjeni, asnjë nga ne nuk do ekzistonte. Nëse ajri nuk është, asnjë pemë, asnjë ushqim, asnjë gjë nuk do të ishte për ne. Pra, ashtu siç është peshku në ujë, ne jemi çdo ditë në shpirtin e Perëndis. Ne notojmë në të, ne ecim në të, ne flasim në të. Dhe luma ai që kupton të bëhet pjesë edhe me shpirtin e tij, një me shpirtin e shenjtë. Dhe kështu ti vjeresh komplet në total për Zotin, ti jeton për te. Më erdhi në mendje dje sepse diçka që shpirti i shenjtë dje ma hapi mendjen ta thosha dhe mua më ngeli në mendje gjithë natën dhe dua ta them edhe një herë sot sepse ishte nga shpirti i shenjtë se si më dha mbron atë idenë e mantelit. Që ne njerëzit jemi si një mantel për Perëndin. Nëse ne kemi një mantel, një xhaket, se i themi më shqip, edhe e kemi të varur në dollap. Da ta marr një çik një mantel, prisni një çik tani. Qa kam këtu? Ua, po s'pas që më prisni. Shikojeni pak, kam këtë xhaketën. Kjo xhaketa rivarur në dollap. Edhe nuk ka jetë, ajo ri vetëm varur. Oke? Ama kur unë e marr, e vesh, shikojeni pak, ajo merr jetë. Ajo lëviz me mua, shikojeni, lëviz me mua, ka krah, ngrem pesha, lëviz. Kjo xhaket merr jetë. Kush ja jep jetën? Ja jap unë që e kam veshur. Ajo merr kuptim. Del tani live këtu, ju e shikoni këtë xhaketën. Nëse unë nuk do ta kisha veshur këtë xhaketën, do ta shikonit ju? Jo. Unë e vesha dhe kjo xhaket bëhet e famshme sot, shkon në kaq live, në kaq sy, pse? Sepse unë i dash jetë e vesha. Nëse unë e mbaj këtë xhaket, kam lënë një takim me një kushurir tani, dhe dal në qytet me këtë. Dhe atëherë nëse dal me këtë xhaket në qytet, kjo xhaketa ime do takoj kushurin të mi. Do dal në qytet. Atëherë mendoni ju, nëse kësaj xhakete do t'i rritej mendja, e thoshte, unë e bëra alketën të famshme. Unë e bëra alketën të kushurin të dukej bukur. Unë e bëra alketën i dash mend alketës. Të gjithë ne themi, qa budallaleku, si mundet xhaketa të më japi mend mua, si mundet xhaketa të më japi mua fam, të më bëj mua të ditur. Kështu jemi dhe ne për Perëndin. Vërtet, kështu jemi. Wow, si ma dha Zoti këtë shembull mbrëm, mua nuk më ka ikur nga mendja, thash me të vërtet kështu është. Pra, të dashur, kështu jemi ne për Zotin. Për aq kohë sa nuk kemi Zotin, ne jemi si kjo xhaketa. Ne ecim, ne flasim, ne ham, ne pim, por jemi të vdekur. Kur ne pranojmë Jezus Krishtin, çfarë bëhet me ne? Trupi jon, mishi jon, bëhet xhaketa e Perëndis. Shpirti i Shenjtë jeton në ne dhe i jep kuptim jetës tonë. Ashtu si që unë i jap kuptim kësaj xhakete,
unë lëviz me këtë xhaket, unë dal në qytet me këtë xhaket, unë e prezantoj këtë xhaket, pra jam unë që e prezantoj. Kështu është dhe puna me Perëndin. Kur ne e lejojmë Zotin të na veshi ne, të veshi trupin ton, ne jemi gjithmonë ajo xhaketa. Ne jemi gjithmonë xhaketa. Asnjëherë vetë ne nuk mund të krijojmë, nuk mund të kemi jetën e përjetshme, nuk mund të jemi të gjallë. Asnjëherë, si një xhaket që nuk mund të bëj asgjë. Ama kur Zoti hyn në trupin ton, kur Shpirti i Shenjtë hyn në trupin ton, atëherë trupi jon merr kuptim. Ai bëhet veshja e Shpirtit të Shenjtë. Dhe kështu Zoti jeton dhe ne jetojmë. Ne marrim kuptim nëpërmjet jetës së tij. Ne shkojmë nga lavdia në lavdi. Pse? Sepse është Zoti ai që na çon. Dhe ku ecën Zoti, ku shkon ai, ku është vizioni i tij, ecim dhe ecim edhe ne. Por gjithmonë kur jemi të veshur prej Perëndis. Pra kështu është në jetën e një të krishterit. Nëse ne mësojmë të lejojmë Zotin të veshi trupin ton, të lejojmë Zotin që ai të jetë Shpirti që jeton në ne dhe ne i japim në dispozicion trupin ton, atëherë ai do ta bëj planin e tij. Ai do të na çojë nga lavdia në lavdi. Pse? Sepse gjithë ajri ku ne jetojmë mbahet nga Shpirti i Zotit. Është fryma e tij. Dhe kur ai jeton në ne, gjithçka rreth e qark na shërben ne. Gjithçka, jo vetëm më për të ngrënë e për të pirë, por na shërben ne duke filluar nga bota shpirtërore. Dhe ne nuk jetojmë më për vete. Dhe ne nuk jemi më si xhaketa që unë nxeva e hoqa tani, por Perëndia nuk na heq më. Ai jeton një me Shpirtin ton, që edhe kur vjen dita dhe ne e lëm mishin këtu në tokë, Shpirti jon vazhdon në përjetësi me Perëndin. Prandaj të dashur, ju inkurajoj. Ti thoni Zotit, Zot, edhe megjithse nuk i kuptoj disa gjëra, përsëri unë dua të jem me ty. Përsëri unë dua të bindem ty. Përsëri unë dua të them, Zot, jeto në mua. Le të jem ajo xhaketa vet nuk mund të mburret. Xhaketa vet nuk mund të mburret, të thot, sa e zgjuar jam. Por jam unë e bukur, prandaj Alketa foli kaq mirë sot. Jo. Mendoni të dashur motra dhe vëllezër, ne jemi vetëm xhaketa, vetëm veshja e Perëndis. Dhe kur ti mëson të dorëzohesh në frym, dije që Zoti i do gjërat e thjeshta. I do gjërat me zemër, i do gjërat në dorëzim. Lum ai që di të dorëzohet. Lum ai që thot, Zot, me ty është çdo gjë e mundur. Lum ai që thot, o Zot, jam për ty. Jeto me mua. Jeto për mua. Ja ku jam. Dhe ai do t'i japi kuptim jetës tënde në çdo drejtim. Në çdo drejtim, unë jam e sigurt për këtë. Zoti e ka bërë këtë me mua, do ta bëj edhe me ty. Të dashur, tani të gjithë flasin për mendimet, të kontrollosh mendimet, si ti kontrollosh ato. Unë dua t'ju tregoj kur më ka ardhur mua kjo zbulesë. Para 20 vitesh, unë po flisja me motrën time, dhe po diskutonim bashk, gjithmonë për Biblën. Bisedat e mia
me specialist, me një nga motrat, është gjithmonë lutja, diskutimi rreshtave biblik dhe çfarë kupton ti, çfarë kuptoj unë, dhe ku duhet të pyesim për, meqense jemi kaq kundërshtim, le të lutemi Zotin të na tregojë të vërtetën. Dhe një ditë para 20 vitesh, ne po diskutonim për ripërtëritjen e mendjes. Dhe deri në ato momente unë nuk e kisha kuptuar çfarë do të thoshte ripërtëritja e mendjes. Unë kisha deri në ato momente kisha 7 vite e krishter, 8 vite. Dhe unë asnjëherë se kisha kuptuar deri në ato momente se çfarë do të thoshte ripërtëritja e mendjes. Edhe një ditë lexoj këtë që lufta jonë nuk është me njerëzit, por është me principatat në vendet qiellore. Dhe unë po përsëritja këtë në mendjen time, lufta është me principatat në vendet qiellore. Lufta, edhe duke punuar, edhe ishim të dyja në një punë atë ditë, edhe unë duke punuar dhe përsërisja vetëm këtë rresht. Lufta është me principatat qiellore. Në atë moment unë therras kaq shumë se unë e kam me të thirrur motra ime. Kur më vjen ndonjë zbules, unë them edhe e kam me të thirrur dhe i them motrës time, e di çfarë mendoj unë? Po tha ajo, dëgjoj mua. Unë e ndjej në zemrën time, lufta është vetëm në mendje. Vetëm në mendje. Ne duhet të marrim në kontroll mendjen tonë. Dhe ajo më shikon çike më thot ma, si ta marrësh në kontroll mendjen? Pa ma shpjegoj dhe një çik. Thash, asu se di, tani më erdhi kjo zbules, që çdo luftë është në mendjen tonë. Edhe ajo rreshti që thotë ripërtërini mendjet tona, mendjet tuaja, do të thotë që kur është lufta ndërmjet principatave në vendet qiellore, do të thotë që çdo mendim është një fuqi. Çdo mendim është një fuqi. Dhe kjo do të thotë që armiku ka fuqinë e tij, kërkon të sjellë mendjen e tij, që ti zben, ti si del, Jezusi nuk është Zot, po ti si je i shpëtuar, po Zoti nuk të do ty. Dhe ne duhet të fitojmë fitoret në mendjet tona, do të thotë që në qiell ku janë mendimet që janë principata që luftojnë me njëra tjetrën, ne duhet të vendosim të themi Zoti është fitimtari, unë zgjedh jetën, Zoti më do mua, dhe të mendojmë, të zgjedhim të mendojmë atë që Zoti do. E mbaj mend si sot këtë zbules para 20 vitesh, sepse unë kam pasur një gëzim të paktën 2 javë që aq shumë më gëzovi kjo zbules, unë nuk e kisha dëgjuar në asnjë predikim deri atëherë, ndoshta ekzistonte. Nuk e di. Unë nuk e kisha dëgjuar, atëherë nuk kishte internet që të futesh e të dëgjoje në online, nuk kishte. Unë vija vetëm në kish, por në kish nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë që lufta është në mendjet tona, që ne duhet të mundim principatat në mendjet tona. Dhe unë kam pasur një gëzim kaq të gjatë dhe gjithmonë vendosa të njoh zërin e Zotit. Vendosa dhe thash, okay, unë do zgjedh gjithmonë mendimet e mira, do zgjedh gjithmonë atë që Zoti thot për mua. Dhe kjo ka qenë ndoshta zbulesa e parë fare ka qenë që Zoti më do. Që Zoti më do. Dhe zbulesa e dytë që Zoti më ka dhënë ka qenë kjo, ku unë kuptova pas 7-8 vite që isha besimtare, që sa do të lutesha unë duhet të kuptoja, lufta është në mendje. Dhe sa njerëz e lexojnë Biblën si puna ime, unë nuk rria një sek të dashur, ju nuk besoni, por unë që kur jam shpëtuar, unë nuk kishte i gjë në jetën time që të më mbushte zemrën. Atëhere, unë lexoja 10 herë në ditë Psalmin 37. Nuk e di pse aq shumë ai psalm më lidhi, dhe një ditë erdhe në shtëpinë time
Pastor Nino, edhe ishte edhe një vajzë që ishte atëre pa martuar italiane, nuk e di si e kishte emrin. Dhe ajo më tha mua, Alketa, çfarë lexon ti? Dhe unë i thash, unë nuk e di çfarë lexoni ju, por unë nuk mund të shkëputem nga Psalmi 37. Dhe ajo tha, ta lexojmë njërë bashkë. E lexuam bashkë me atë dhe ajo tha, më vjen keq ti je me sinqert, mua ky psalm nuk më flet. E di çfarë? Le ta lexojmë sot më këtë Psalmin 37. Ta shikoj me të vërtet çfarë thot ky psalmi, se atëre më ka mbajtur zemrën. E lexoja pa limit. Dhe unë nuk e di tani pse e lexoja aq shumë. Dal të marr një çik. Pa ide një çik tani. Unë doja të bëja një temë si djalli mundohet me strategjitë e tija të na gënjej. Po hajde ta lëm djallin më njanë neve, edhe të merremi me Zotin. Ku është i madh Zoti, s'ka vend djalli, do iki se s'ben. Pa hajde një çik t'ju çoj unë në psalmi që unë kam qenë kaq shumë e dashuruar. Psalmi 37. Jam shumë kurioze tani, se tani e kam harruar komplet çfarë thot, kur e lexoj tani po. Okej, atë. Psalmi 37. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Mos i kis mirë ata që veprojnë me ligësi. Ndoshta Zoti donte të rregullonte zemrën time. Dhe mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Kush e di, ndoshta unë thosha, sa i keq ai, pse e ka shtëpinë më të mirë. Wow, ajo vajza pa shkollë, nuk është fare e mirë, qysh ka marrë gjitha të burë moj, po nga i qeti gjitha të burë moj, unë me shkollë të lartë, e mirë, e bukur, as një burë na, as një as më donte, po kjo punë kështu moj, me siguri zemra ime ka pasur punë të madhe. Edhe Zoti më ka ngulitur në këtë rreshti që unë të pastroja zemrën, sepse ndryshe nuk ka mundësi që të më linte Zoti mua në ky psalm, muaj me radhë. Muaj me radhë, po ja u them. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij, mos i kis mirë ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thahen si bari. Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira. Bano në vend dhe shto besnikërinë. O bo. Ndaj Zoti më ka lënë mua në ky psalm, e kuptoni ju tani? Ndaj unë as një gjë tjetër mo lexoni, më thoshin të tërë mua, lexo psalmin 23 Alketa, se është ai të mbush psalmin 20. Jo, unë vetëm psalmin 37. Do ta lexoja në mëngjes, do ta lexoja në drek, do ikja në punë, gjë e parë që do bëja do lexoja psalmin 37. Tani e kuptoni pse? Tani, sepse Zoti më thoshte, mos shiko dynjan moj çup. Unë kisha me siguri me inate moj, se isha pa martuar, kisha inat ato që ishin martuara. Kisha inat ato që unë kërkoja, thosha, çupe zgjuar, me diploma, me gjitha. Edhe mama ime që më thot mama ime, mos ma përmend emrin, do ta përmend mama sesbe. E më thoshte, dynjaja ja e gjeti burin. Po një burr s'gjete moj. Edhe unë kisha inat, pse ajo u martua, unë s'u martova. Pse ajo kishte një burr të mirë, unë akoma jo. Edhe Zoti më ka liste në ky psalmi. Pra, shiko se si Zoti thot. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Mos kis mirë ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari. Pra Zoti më thoshte, dëgjoj mua, mos i shiko. Ti nuk i njeh zemrat e tyre. Mos u trishto sepse ti nuk e njeh çfarë kanë ata atje në shtëpi. Ndoshta ti shikon një burr të bukur që mori, ndoshta ti shikon që ka bërë një shtëpi të madhe. Po ku e di ti moj se ai burri i saj nuk fle me një pistolet në koka, se kush e di me çfarë është marrë? Jo se dia unë ata. Vetëm kur u fejua një e njohura ime, edhe i thashun mua lumë si ti, more një burr yll, me shtëpi me të gjitha,
Dhe më thot mua, hajde me mua se do të tregoj një gjë. Hajde ta shumë. I bera veshët unë na, kaq, qa do më tregote. Më tha Alketa, motre dashur, buri im fle me pistolet në koka. Qohet 1000 herë natën. Qohet kontrollon 2 herë, kontrollon kështu. Edhe i thash, qarë ke mor bur na lera? Edhe më tha, këtë krevat ku ti fle, këtë shtëpi ku ti erdhe, atë makinë që të nxjerr xhiro, i kam paguar me gjak dhe duhet të mbroj jetën time. Dhe më tha mua, edhe mendon ti që unë të bëj fëmijë me atë? Mendon ti që unë ti jem e lumtur me atë? Dhe me të vërtet ajo e la atë. Pra, të dashur, ta mama atë që Zoti mua më tregovi, ti shikon kaq bukur. Po ku e di ti, moj Alketa, ku e di ti? Shëro zemrën tënde, fokusohu në jetën tënde, fokusohu në mirësinë tënde, duaje Zotin dhe prit më mirë vonë dhe gjërat nga Zoti, se sa shpejt e gjërat nga bota. E të tmerrohesh, i ku burja u kthye gjalla apo s'u kthye? Se le do të fëmijën të dali për jashtë se ai që i ke vjedhur dhe i ke vrar fëmijën me drogën e me budalliqet, do vi dhe ai do thot më vravi fëmijën. Jo, morti, ne flem rahat. Ne s'ka kush na kërcënon. Pra, mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij, të atyre që ti shikon sikur janë ulëzuar. Dhe mos kismir ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari. Dhe do të thajnë si bari blert. Ki besim tek Zoti dhe bano në vend dhe shto besnikërin. E di, Zoti më thoshte këtë resht, Alketa, besnike. Besnike. Unë mendoj të them të drejtën, këti brezit të sotshëm i mungon një qik besnikëria. Ndoshta ne, qik të mëdhenj, jemi rritur paka shumë me frymën e besnikërisë. Unë shikoja maman time, që e donte babin tim kaq shumë. Ajo e dallonte babin tim 5 kilometra, kur ai vinte, në mes të 10 burrave të ishte, ajo e dallonte, thoshte, i beshe trupi puprica, dridhej, me erdi burri. Edhe, unë ja u kisha treguar këte fëmijëve dhe fëmijët e mi i thanë, o nena, kaq shumë e ke dashur ti burrin tën? E mamaja ime i tha, po si se kam dashur, moj? A i ka qenë dashuria ime e parë, a i ka qenë dashuria ime e përjetshme. Aq shumë e kam dashur. Dhe, kështu duhen njerëzit. Me zemër. Një për të, jo për talentit të tjerë të më lodhi, por një për të luftuar për te. Kurse sot, i është hequr vlera besnikërisë. Dhe kështu si nuk janë besnik në shoqëri, nuk janë besnik në martesa, nuk janë besnik as me Zotin. Dhe në kish, ushqen nga kisha, i thërret një tjetër nga një besim tjetër dhe i thot, hajde moj të t'jap një 3 kile mish të kam therur për këtë se bet. Edhe, po të njëjtit njerëz që janë të krishterë, vrapojnë dhe ulen dhe në tavolinat e të ligut. Pse? Sepse nuk janë besnik. Nuk janë besnik. Dhe unë dua të them, Zoti kërkon besnikëri. Perëndia thot, bano vendin dhe shto besnikërin. Si duket, edhe zemra ime nuk ka qenë besnike. Prandaj dhe Zoti ma vinte këtë psalm në çdo sekond. Ji besnike. Ji besnik. Besnikëria është virtyti më i thellë dhe më i mirë i njeriut.
besnikëria na ndan ne nga çdo krijesë tjetër. Fjala e dhënë. Faktikisht, tani më vjen në mendje këtu e ka pasur Zoti problemin me mua. Te fjala e dhënë. Sepse nga njëherë unë e thosha një fjalë, pastaj thosha, ecës më bëhet mbar se bëj fare. Dhe Zoti më ka kalitur me të vërtet. Tani që e shikoj, unë jam bërë ky njeri tani që vërtet kur jap fjalën, unë e mbaj fjalën. Dhe kur më del ndonjë punë përsëri them, oj, më fal sepse më doli një punë, por bëj ç'është e mundur për të mbajtur fjalën. Pra e kam shtuar besnikërinë. Dhe Zoti do që ne ta shtojmë besnikërinë, që ne të jemi besnik. Këtë do Zoti, që ne të jemi besnik. Besnikëria është një virtyt shumë i vlefshëm. Fjala thot, gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Siç duket, nëse doni ta shikoni, ky psalm është akoma shumë i vlefshëm për mua sepse e kam nënvizuar të gjithë. Pra është një psalm që Zoti ma kthen her pas here. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë të gjitha nevojat e tua, të gjitha dëshirat e zemrës tënde. E dini çfarë sekreti fshihet në këtë rresht? Këtu un kam kuptuar, nëse un kënaqem me Zotin, kënaqësia ime është vetëm Zoti, atëherë nuk ka asnjë dëshirë që ai nuk ma realizon. Nuk ka. Gjithmonë ja që lexoj këtë rresht, mua më vjen të them, mua të dua sot. Të dua. Ti je forca ime, ti je gëzimi im, ti je jeta ime, të dua sot. Unë gjej çdo kënaqësi në ty. Çdo kënaqësi në ty. Dhe po të gjesh kënaqësi në Zotin, ta trajtosh Zotin si gjëja më e rëndësishme e jetës tënde. Dije që Zoti nuk gënjen, kur thot që do t'i plotësoj të gjitha dëshirat e zemrës tënde. Pra, mos kërko të mbushësh zemrën me prindrit e tu, me motrat e tua, me fëmijët e tu, me burrin tënd, me vllajin tënd, me motrën tënde. Gjeje kënaqësinë në Zotin. Nëse ti je plot me Zotin, ta themon, të gjithë të duan. Të gjithë. Kur ti je plot, të gjithë ty të duan. Kur ti je bosh, atëherë ti je si ajo vrima e zezë. Është një vrimë e zezë në qiell që është si një spirale që thith gjithçka që afrohet afër saj. Kështu është një njeri i zbrazët. Ai kërkon të mbushet nga vllai, kërkon të mbushet nga prindrit, kërkon të mbushet nga fëmijët, kërkon të mbushet nga burri, kërkon të mbushet nga gruaja, kërkon të mbushet nga alkooli, kërkon të mbushet nga ushqimi, kërkon të mbushet me paran. Pse? Sepse nuk është kënaqësia e tij Zoti. Dhe kur nuk është Zoti kënaqësia, atëherë ti bëhesh si një vrimë e zezë dhe nuk di ku të thithësh për të mbushur. Kurse kur ti je i mbushur në Zotin, ti nuk je më një spirale që thith, po një spirale që jep, pra që hap. Janë dy spirale, është rruga e qumshit, si i thonë, është dhe ajo spiralja e rësirës që thith, dhe spiralja e qumshit hapet, është në drejtim të kundërt. Dhe kur ti je plot, ti jep. Automatikisht ti kthehesh në drejtimin që ti jep. Dhe kush është ai njeri që nuk do të rri afër teje? Kush është ai burr ajo grua që nuk do të rri pranë një personi që i fal dashuri, që i thot fjalë të bukura, që nuk e harron asnjëherë ta telefonoj, e ti thot një fjalë të ëmbël? Kush? Pra, kur ti je plot me Zotin,
ti jep. Vetëm jep. Dhe automatikisht njerëzit të duan ty, fëmijët të respektojnë ty, të duan ty. Të gjithë bekimi të ndjek ty. Të ndjek ty automatikisht sepse ti ai që jep dhe nuk merr. Ti nuk je ajo zbraztia që thith gjithçka sepse është bosh. Dhe stiku të mbushet. Dhe njerëzit sa të shikojnë thonë, bo. Ama, të shëndroj një çik larg këtij sepse sa takohem, wow, vetëm ankesa, jam sëmur, më dhem këtu, më dhem pa ty, më iku kështu, më berja ashtu, më be koka kacurela, më be nervat, më ben tela, bo. Edhe ti sa e shikon telefonin që i bie, tho bo, aman. Bo, prit qik, do bëj sikur nuk e dëgjova, e do t'i them pastaj që më vjen keq nuk e dëgjova telefonin. Sepse ti e di që është si një vërim e zezë që të thith gjithçka. Por, sa mirë është kur ti jep plot në Zotin. Dhe ti jep. Atëherë ti do ta dish që të gjithë duan të jenë pranë teje. Të gjithë thonë, ua, çfarë pozitiviteti, çfarë mirësie. Fëmijët do vinë të pyesin ty për ide, si vajza ime, fëmijët e mi, kalon një javë ose maksimumi 2 javë, edhe të 3 fëmijët më thonë, gjithë se cili veç e veç, ma të lutem kam nevojë, do dalim të pim një kafe bashkë, sepse kam nevojë të hap zemrën, kam nevojë të marr sa ide. Pse? Sepse, të dashur, unë kam kuptuar asnjëherë më të mos i them fëmijës ti je unë ajo e dopta përpara fëmijëve dhe që fëmijët e mi të kujdesen për mua. Më kujtohet një vajzë që më tregovi një herë dhe më tha, e di çfarë Alketa? Më vjen kaq keq për jetën time. E thash pse? Sepse tha, unë kam qenë për mamin shoqe, kam qenë nen për te, kam qenë mbrojtës për te, sepse mami im, në vend që të më mbronte mua, unë duhet të mbroja mami. Gjithmonë në sherret me vjerën, me nen, me gjyshen, ku unë futu të mbroj mamin me kunetrit, futu të mbroj mamin me shoqërin, futu gjithandej. Dhe tha tani që është jeta ime, unë jam kaq e lodhur, sepse mami im më thoshte ti e shoqja ime, ti e motra ime, ti e mamaja ime, nuk më duhet asnjëri tjetër, dhe gjithë problemet i derte tek unë. Dhe tani që unë jam vetëm 25 vjeçe, jam kaq e lodhur nga jeta. Nuk mundem të vazhdoj dot më. Dhe pse kishte arritur kjo vajzë kaq e re në këtë pikë sa të thoshte që jeta ime s'ka më kuptim, jam e lodhur. Sepse nëna e saj, gjithë hallet, problemet, ja jepte vajzës së saj. Të dashur, prindër, ne fëmijët duhet të na shikojnë si ajo që di t'i mbështesi, si ajo që di t'i ngrej, si ajo që di t'i inkurajoj, por jo si ajo që fëmijët të na qajnë hallin ne. Fëmijët të bëjnë mburoja jonë. Shumë prindër e bëjnë këtë gjë, shumë nëna sidomos. Fillojnë dhe qajnë hallet me vajzat e tyre, me djemtë e tyre. Po ky nuk është vullneti i Perëndis. Vullneti i Perëndis është ne të qëndrojmë në autoritetin e prindit. Asnjëherë mos u tregojnë fëmijëve kam problem këte me maman time, me motrën time, me vllajin tim, babi jot kështu, babi jot ashtu. Pra, ne ju vjedhim forcën fëmijëve tanë. Ne duhet jemi këshillues, ndërtues, bekues, edhe kujdestar për ta. Po kur ti je bosh,
atëherë ka shumë prindër që janë bosh dhe thithin çdo forcë fuqie nga fëmijët e tyre. Ndoshta ti thua, e te prove ti Alketa këtu. Unë nuk e te prova fare. E vërteta vret nga njerë. Por shumë nena janë shkëputur nga gjithë shka dhe janë duke thithur sa të munden fëmijët e tyre. Fëmijët nuk janë prona jonë. Absolutisht jo. Zoti na i ka dhënë fëmijët, na i ka besuar si një dhurat për një farë kohë. Por asnjëherë që ne t'jemi kontrollues mbi ta. Dhe t'i përdorim ata si ushqys të zbrastive tona. Jo, Zoti thot gjej kënaqësinë tënde tek Zoti dhe ai do të plotësoj të gjitha dëshirat e zemrës sate. Pra nuk është fëmia, as burri, as gruaja. E dini ju pse shumë gra kanë shumë probleme me martesat e tyre? Sepse ato mendojnë që burri është mbushja e jetës së tyre. E të dashur, këte kam kaluar dhe unë. Këte ja u them 100% nga eksperienca ime. 100%. Ka qenë një periudhë kur unë jam martuar në fillim, edhe të dashur unë vija nga një marrëdhënie e thyer, e zgënjur. Pra, unë vija nga një marrëdhënie, kisha pasur dikë që në të njëjtën kohë me mua, në të njëjtën kohë të dashur, çdo gjë durohet. Por kjo nuk durohet më. Kjo nuk durohet vërtet. Çdo gjë durohet. Por kjo që më ka ndodhur mua nuk durohet. Vërtet. Në të njëjtën kohë me mua. Mua edhe një vajzë tjetër. Po si i mbante 2 mora manë, se tani mua kjo më vret mendjen. Ma bën të vras mendjen, po si i mbante 2 mora manë. Si a dilte, mora ma, si a dilte. Si nga i gjente konë, më nga i gjente konë. Gjithë javën ishte me mua në universitet. Fundjavave, thoshte do iki në shtëpi se kam mall për prindrit. Shtunë të djel, ishte me atë tjetër. Po një ditë nuk rinte vetëm kë njerje. Po qa bet kështu me? Të dashur, gjemë të dhimbshme nuk ka. Vërtet, po ja u them tani, si fjalë burrash që e mbajnë fjalën. Gjemë të dhimbshme nuk kishte. Në të njëjtën kohë, dhe unë burresha. Të më shikoje mua, dashuri si kjo imja nuk ka. Të gjithë më thoshin mua, lumë si ti Alketa, sepse të gjithë këtu dashurojnë pa aman ty të mba në plën të dorës. Si që trajtojsh ti nuk trajtojt as një këtu. Po do ti që vërtet më trajton të e mërti që unë mos dyshoja për as një gjë. Për çdo gjë, Zoti ta bekoj me të vërtet, tani e bekoj me gjithë zemër. Me gjithë zemër, sepse jam shëruar. Po atëherë, gjë të dhimbshme nuk ka, kur ti mëson që në të njëjtën kohë me ty ka pasur një tjetër. Do me thënë, se durohet kur thua më po të la ty se nuk i përgjigje me, nuk të donte. Po tani në të njëjtën kohë ti. Po që ma ka bërmë. Nese, gjitha i shgënjim, solli në zemrën time frymën e kontrollit. Për burrin tim, që më donte me të vërtet më, po kush i besonte? Unë isha djegur nga kosi edhe doja të kontrolloja qumshin. Jo, isha djegur nga qumshi.
Isha tjekur nga qumshi, doja të kontrolloja kosin. Jo isha tjekur nga kosin, kontrolloja qumshi. Unë isha tjekur nga qumshi dhe doja të kontrolloja kosin. Kështu fillova me Julianin. Thoshon, po ku i besoj unë do të njeri u men? Po s'ka njeri me që ti besoj unë, absolutisht jo. Edhe, kështu që fillova Julianin të kontrolloja në çdo gjë. Thosha zoti, po avash do ti që unë e kisha lënë zotin si më njanë, se pastaj isha bërë mbras Julianit, unë mbrapa Julianit. Ku është, qarë ben, pse s'po vjen, pse s'më morin telefon, duhet më merrte 15 herë në telefon, motra ime, jo një herë edhe hajde, se atëre dolën telefonat, edhe ishin ato telefonat Nokia, këshim parment ato telefonat Nokia, edhe ishin ato telefonat Nokia, mo po gjysë me rogës na ikte vetëm telefona se duhet më merte se zben. Kështu ishte jeta ime vitet e para të martesës. Kontroll absolut. Sa herë jam ngritur në mes të natës dhe vija e kërkoja ku do ishte. Më thoshte jam në zyrë, vinja e kontrollonja, ku është në zyrë. Derisa një ditë, po i lutesha Zotit me kaq zemër të përullur. Edhe më vjen në mendje dorëzimi, dorëzoj. Gjej kënaqësinë tënde në mua. Ua, ky rreshti moj, këtu ka qenë me sekreti, ky rreshti. Po thuajse të gjithë këtë psalm, Zoti e ka mbjell në zemrën time. Dhe në situata të veçanta, më sjell rreshtat e këtij në mendjen time. Dhe gjej kënaqësinë time, gjej kënaqësinë tënde në mua, dhe unë do të plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Dhe unë nuk e kuptoja, edhe përsëri unë lutesha, o Zot, bëj që Juliani mos punoj kaq gjatë, o Zot, bëj të vi në shtëpi, bëj o Zot që unë të flerat, se nuk flia unë. Pa u futur ai në shtëpi, unë nuk flia. Edhe atëherë unë e kisha shtëpi në 4-7, edhe ishte një park, edhe makinat vinin që nga parku mbrapa, se tani ati ajo lagja e kanë mbyllur rrugën dhe nuk vjen më makinat nga mbrapa, vin nga para dhe nuk mund t'i shikosh kot me, po atëre vinin nga mbrapa. Dhe unë rria, merja një karrike, ulesha në dhome e ndenjes, se që atje mund t'a shikoja, edhe prisja, sepse e dalloja makinën e ti, se e kishin dritat, nuk kishin të njëjtët forcë. Deri sa e shikoja. Kur e shikoja që vinte, shkoja shtria bërë sigur fliat se s'kisha ngetë me resha me te. Gjasme unë kisha fjetur, po unë s'kisha fjetur fare, na. Dit për dit të njëjtën gjë. Qohesha në mëgjesi kja në pun, me nerva plot s'më duronte koka asnjë gjë s'më duronte, se unë isha pa gjumë. Dhe kur Zoti më thot, gjej kënaqësinë tënde në mua, dhe unë do të plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Dhe thash, Zot, më mëso sepse nuk di si ta gjej kënaqësinë time në ty. Edhe të dish të gjesh kënaqësinë në Zotin, është dhuratë. Thash, Zot, unë nuk di si. Edhe Perëndia më thot, beson mua. Më duaj mua më shumë se burrin tënd. Më beso mua. Mos i beso burrit tënd, po më beso mua se unë e ruaj martesën tënde. Ti nuk mundesh, edhe sikur mbrapa ta ndjekësh, edhe sikur kudo që t'jesh, ti nuk mundesh, aman unë jam në çdo vend. Unë jam çuar edhe njerë, edhe thash, Zot, sot unë të dorëzoj martesën time. Sot unë të dorëzoj burrin tim. Unë heq dorë nga kjo dashuri që nuk është dashuri, është kontroll. Unë heq dorë nga kjo frymë kontrolli. Unë heq dorë së kontrolluari atë, unë heq dorë së manipuluari, unë heq dorë së ndenjuri pa gjumë, unë heq dorë nga vrapimi mbrapa ti. Unë heq dorë. Dhe të dorëzoj sot komplet martesën time. Dhe gjithë shka në mua do jesh ti. Unë nuk do pyes me erdhi nga puna apo nuk erdhi. U kthye apo jo. Dhe unë po ja u them këtë të gjithë dhe ju grave, që burri jot pin,
që burri jot nuk vjen në shtëpi, që burri jot nuk e sjell para në shtëpi, unë dua të të them, arsyeja është që ti i ke dhënë burrit më shumë rëndësi se sa ai meriton. Unë dua të të them të riqu, komplet. Dorëzoja burrin tënd, dorëzoja fëmijët e tu, dorëzoja jetën tënde Zotit. Komplet. Duaje Zotin më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Kështu unë dua t'ju them, kur unë mora këtë vendim, gati 3 muaj situata u bë akoma më e keqe. Nëse Juliani vinte në shtëpi në orën 2 të mëngjesit, 3, ai nuk po vinte fare. Oke? Bilej një natë më thot motra ime, dëgjoj mua, merr makinën dhe shko kontrollo, sepse kjo nuk është normale. Ai të flej në zyrë, nuk është normale. Dhe të gjitha këto ishin prova për mua. Dhe unë i thash, e di çfarë? Unë nuk shkoj të kontrolloj. As nuk e telefonoj. Nëse Zoti do që martesa ime të vi sipas formave që Perëndia do, le ta bëj. Unë kam vendosur t'i besoj Zotit. Nuk do kontrolloj më, nuk do ta ndjek më mbrapa, nuk do ta telefonoj më, absolutisht jo më. Dhe ja u them të drejtën, nuk ka qenë e lehtë fare. Fare. Unë shkoja në punë dhe i kisha mendjen, çfarë do jetë bërë? Mos e ka gjetur ndonjë gjë dhe më la me 100 borxhe, se kishim 100 borxhe, unë kisha hallin e borxheve më shumë. Të dashur, derisa me të vërtet zemra ime u çlirua dhe unë fillova ta doja Zotin me gjithë zemrën time. Me gjithë zemrën time. Unë vura Zotin në çdo drejtim të jetës time, e vura Zotin të parin. Në çdo drejtim. Në financat e mia, e vura mbi martesën time. Sa herë që zemra ime thoshte e dua burrin, e dua Julianin, ku është Juliani? Unë thosha Satan e njoh shumë mirë zërin tënd. Jashtë nga zemra ime. Zoti ti përket zemra ime. Zoti është i pari në zemrën time dhe çdo gjë tjetër do të më shtohet. Dhe kështu unë vura re se si nga dal zemra ime u mbush në plotësi me Zotin. Aq shumë sa e dini ju çdo të thot që jam kaq e sigurt që Zoti mbron gjithçka time. Jam kaq e sigurt që Zoti është mbi martesën time, mbi fëmijët e mi. Shpesh një ditë më tha vajza ime, "Oma, po si s'më telefonove fare muj 4-5 ditë të më thoshe, o Sofia ç'a bën?" Thash, "Sofia, unë e di që ti je mirë. Sepse Zoti im kujdeset për gjithçka për ty." Edhe kur ishim në Sri Lanka, më foli dhe më tha, "E di çfarë? Të njëjtën edukat unë dua t'u jap fëmijëve të mi. Ti na ke dhënë një siguri. Të gjithë fëmijët presin, mamaja të marr maman, të më japi lek, të më bëj këtë, të më bëj atë. Kurse ti je komplet ndryshe. Dhe unë kam mësuar këtë që sido që janë situatat, Zoti është mbi mua edhe ai do ta gjej një zgjidhje për mua. Pra pse? Sepse unë i kam mësuar kështu si unë jetoj. Unë e jetoj këtë gjë, unë i besoj Zotit, unë i di që ai ka çdo gjë në kontroll, çdo gjë. Çdo gjë. Dhe unë i kam besuar fëmijët e mi, ja kam besuar burrin tim, ja kam besuar gjithçka në jetën time. Gjithçka. Për shembull, do të tregoj një rast para një gjysmë, para një ore. Djali im kishte vajtur mbrëm, kishte ditëlindje një shoku i tij dhe ishte atje me të fjetur. Okej? Dhe në orën 9:30 ai më telefonon mua dhe Julianin dhe na thot që babi, mami, unë po vi, unë nisa në këmp që atje. Unë i thash,
më mirë po vi unë të marrë me makinë, por ai tha jo, unë u nisa. Edhe tha, le të qëndrojmë duke folur bashk. Në rregull, edhe ne po flisnim bashkë në telefon. Po diskutonim, sepse Davidi kishte gatuar dje dhe burri im ishte me llogaritarin ton, edhe ata thanë që kishte gatuar kaq mirë. Të 3 fëmijët e mi din të gatuajnë, din të lajnë rrobat e tyre vetë, din të palosin vetë gjërat e tyre. Pse ka ardhur puna deri këtu? Sepse unë nuk i kam bërë gjërat e tyre. Okay? Sepse unë kuptova sa më shumë unë bëhem skllavi fëmijëve të mi, aq më shumë ata bëhen të pandërgjegjshëm, pa respekt dhe gjithmonë më shumë bëhen më të egër edhe më komandues. Dhe Zoti më udhëhoqi dhe më tha, të riqu në pozicionin tënd, ti nuk je shërbëtore, ti je mamaja. Dhe ti meriton respekt. Okay? Kur unë gatuaja dhe ata nuk e hanin. Unë gatuaja 2-3 ditë dhe ata nuk e hanin, nuk dua këtë, unë dua patate skuqura, unë dua këtë, be. Okej, thashu, unë s'gatuaj ma. Unë do gatuaj për vetë. Të 3 fëmijët kanë mësuar të gatuaj dhe gatuaj mrekullueshëm. Dhe kështu Davidi po më tregonte se unë i thash, wow, dje kishe gatuar kaq mirë sa babi dhe llogaritari thanë që kemi ngrënë gjën më të mirë dje. Dhe ai po më tregonte dhe më tha, ma, po e shikoj kam dhe vetëm 1% bateri. I thash, sa largje, ku je tamam? Dhe ai tha, jam tek shinat e trenit. Që nga shinat e trenit deri te shtëpia ime është 3 minuta. Në rregull, e mbylla unë mbyll telefoni, kaluan 40 minuta dhe djali im s'po vinte. 30-40 minuta. Dhe i ligu filloi me bombardimet e tij. Ku është? Ishte vetëm 3 minuta larg. Dhe unë dola jashtë shtëpisë dhe po shikoja, në atë kohë më vjen me të vërtet nga zemra, kujt i beson? Gënjeshtrave apo premtimit tim? Thash, Zot, ngrita sy nga qielli, thash, unë të besoj ty, Zot. Unë ta kam dorëzuar ty dhe nuk është djali im, është djali tënd. Prandaj, unë do të futem brenda edhe nuk do ta vras mendjen sepse nuk është imi. Çdo gjë e imja tashmë është tëndja. Fëmijët e mi janë të tuajt. Çdo gjë e imja është tëndja. Dhe u futa e qetësova zemrën komplet. Dhe nuk e çova më në mendje, mendoje për 3 minuta rrugë. Të vonoheshe aq shumë, unë nuk e di si ti do veproje, por unë vendosa, thash, Zoti është në kontroll të gjithçkaje. Dhe kur erdhi Davidi, i thash, më fal, ti the 3 minuta, u deshën 30 minuta, dhe ai më tha mua, po unë nuk të thash të vërtetën, unë nuk isha fare aty, unë isha në fund të rrugës, sepse unë nuk të thash të vërtetën. Edhe i thash, herë e fundit që ti nuk thua të vërtetën. Gjithmonë të vërtetën. Po ti mos beshe merak, thash, kështu njeriu bëhet merak, kur ti nuk thua të vërtetën. Jo kur thua të vërtetën. Pra, e shikoni që gjithmonë ne do të kemi prova. Gjithmonë ne do të kemi, aman ti duhet të zgjedhësh gjithmonë ti besosh Zotit. Gjithmonë duhet ta dish që fëmijët e tu, Zoti i do më shumë se ty. Martesën tënde, Zoti do më shumë se ty që martesa të funksionojë. Dhe çështja është tek zemra jote. Dorëzoja Perëndis. Njeriu që të bën ty më shumë merak, do të thotë që ai është çelësi që Satani ka gjetur për të mbajtur ty peng. Dorëzoja atë njeri 100% tek Zoti. 100%. Dhe qetësoje zemrën tënde komplet. Liroje zemrën tënde nga gjithçka, gjeje kënaqësinë në Zotin, dhe Zoti do të plotësojë të gjitha dëshirat e zemrës tënde. Sepse ai e di që ti ja ke dorëzuar. Ai e di që tashmë është përgjegjësia e ti martesa jote. Është përgjegjësia e ti fëmijët e tu. Prandaj dorëzojani
dhe provojeni. Pra, ky rresht për mua ka qenë kalitës, udhëzues, por edhe një kritikus në të njëjtën kohë. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës tënde. Vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Pra e dëgjon çfarë thot sekreti? Ti ke merak për jetën tënde? Ke merak për të ardhmen tënde? Ke merak për të ardhmen e fëmijëve? Ke merak për martesën tënde? Ke merak për punën tënde? Fjala thot, dorëzoja Zotit dhe ai do të kujdeset për gjithçka. Aman të takon ty ta vendosësh jetën tënde në duart e Perëndis. Dhe ai do të kujdeset në gjithçka për ty. Siç është kujdesur për mua në gjithçka. Gjithmonë kur ja kam dorëzuar, Zoti është kujdesur. Dhe çdo ditë është një dorëzim. Çdo ditë i ligu të sjell një merak. Si do vej puna, si do vej nesërmja, kur do martohen fëmijët, çfarë shkolle do bëjnë, ku do vendosin. Shikojeni, për shembull, kam një tundim tjetër sot. Vajza ime i ku djen në Berlin tek një shoqe, në mëngjes, e çova unë tek treni. Edhe i thash, kur të vesh, do më nisësh një mesazh që erdha. E nisi mesazhin thuaj ti. Ma thuajnë që ke nisi? Kush e di? Asnjë mesazh nuk nisi. U çova sot në mëngjes, i shikova mesazhet në familje, se ne kemi një grup familjar, asnjë mesazh. E pyeta Julianin, të ka shkruar Gloria? Jo. Atëherë, i ligu po më të ndonte, kush e di çka ka ndodhur? Thash, Zoti thot, më beso mua. Dhe thash, unë nuk e marr në telefon. Pse unë nuk e marr? Të dashur. Pse unë nuk i marr për shkak fëmijët që ti kontrolloj? Sepse unë nuk dua në radhë të parë të jap të drejtë të ligut. Në radhë të dytë që fëmia im të mendoj që shiko sa merak ka mami im. Në të vërtetë shumë nëna i kontrollojnë fëmijët nëpërmjet frymës së merakut. Shumë nëna i kontrollojnë djemt, vajzat, i mbajnë me pranga, e disi? Të keqe mami, po unë nuk flet dot pa ty. Po mos ta dëgjova zërin, më zë gjumi. Në të vërtetë kjo është një frymë manipuluese dhe kontrolluese. Dhe unë nuk dua të kontrolloj fëmijët e mi. Unë dua që ata të jenë të vetëdijshëm, që unë kam një Zot që i besoj dhe që i kam vënë në kontrollin e tyre. Dhe kur ajo të shkruaj, edhe që është mirë, unë do t'i them, lavdi Zotit, e dija që ti je mirë, sepse Zoti im kujdeset për ty. Kjo është. Të gjithë ne jemi zgjedhur të bëjmë zgjidhje jo toksore. Unë kam parë shoqet mia që kanë fëmijë që i kontrollojnë fëmijët e tyre, pikërisht kështu. Një ditë isha me djalin e një shoqes time dhe ra telefoni edhe ai tha bo, mami. Prit tani sa ta marr. S'të dëgjova zërin, të keqen mami, pa ty nuk flet do ti që vërtet ashtu i tha. S'më zë gjumi, pa të dëgjuar zëri, po ti më merr, po ku jam unë, çfarë nene jam unë, mor që s'ta dëgjoj zërin, ku? Edhe tha, më është bërë mami im, e di që do të thotë të bjeri telefoni, e thua, o bo, tani qa do të dëgjoj. Po nuk jemi kështu. Ne duhet jemi ato që fëmija të ketë kënaqësi të na dëgjoj. Fëmija e di që kur unë telefonoj mamin, ajo ka gjithmonë një ide, ka gjithmonë një inkurajim, ka gjithmonë për të ngritur zemrën time, jo për të më kontrolluar. Pra, të dashur, Zoti thot, vendose fatin tënd tek Zoti dhe ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Prandaj, vendosi fëmijët e tu tek Zoti. Vendose jetën tënde tek Zoti. Vendose misionin tënd tek Zoti. Vendose të ardhmen tënde tek Zoti. Besoja Perëndis, mbushu tek Perëndia
dhe ai do të veproj. Gjithmonë do të veproj. Edhe diçka, mos merrni përgjegjësitë e fëmijëve. E di, ndoshta ti thua, po jo se ti Alketa je në Gjermani edhe ne jemi në Shqipëri, jemi të detyruar ta bëjmë. Jo, nuk jeni të detyruar. Vajzat e mia, vajza e madhe studion larg shtëpisë time, tani fillon në shtator dhe vajza tjetër. Dhe në fillim ne tham që nuk do ndihmojmë në asnjë gjë financiarisht. Por pastaj pam që nëse ajo do të fillonte punë, do të punonte gjithë ditën, nuk do t'i dilte koha për të mësuar. Atëherë ne vendosëm që të dy me Julianin ne do vazhdojmë punët dhe ne do t'u paguajmë qeran e shtëpive. Por aman të tjerat duhet t'i sigurojnë vetë. Dritat, ushqimin, veshjen, duhet t'i sigurojnë vetë. Dhe kështu, ato ve në shkollë dhe gjejnë kohën 3 ditë në javë të punojnë që të nxjerrin gjërat e tyre. Dhe unë e shikoj që kjo më duket një gjë kaq e mirë. Unë shikoj se si vajza ime kursen dritat, se si kursen gjërat, se si ka mësuar të vëri në kontroll dëshirat e saja, se ne kemi shumë dëshira. Po t'ja paguanim neve, jam e sigurt që asgjë s'e dim s'çe. Okej? Por ne i paguajmë vetëm qeran e shtëpisë. Gjithë të tjera duhet i sigurojnë vetë. Dhe ato punojnë që i sigurojnë. Pra, kur ti nuk i merr barrat e fëmijës tënd të gjitha në kurrizin tënd, atëherë ti do rritesh dhe një fëmijë të pavarur. Një fëmijë që di të kërkoj punën, ta doj punën, të marri lekun e vet dhe të di të jeti zoti në jetin e vet. Nëse ti ja plotson të gjitha, nuk do të vlerësoj, do ta prishi lekun atje ku i hyn qefi dhe nuk do di të jetë falenderus. Dhe nuk do mësoj për vete të çaja të ndaj. Pra, ti adorzosh Zotit fëmijët e tu, do të thot edhe ti besosh fëmijës tënd të marrë përgjegjësitë e jetës së vet. Kjo është e vërteta. Dhe ti duhet ta lësh fëmijën të marrë përgjegjësitë e veta. Kur e le të marrë përgjegjësitë e veta, do të thot që ti ja beson Zotit fëmijën tënd dhe e di që ai do ja dalë. Zoti të ka dhënë fëmijë të zgjuar, të ka dhënë fëmijë të ditur, dhe nëse ti nuk i ndihmon, dije që ata do t'ja dalin. Nëse ti merr gjithmonë përgjegjësitë, në fundit ti do të jesh në borxhe, ti do të jesh gjithmonë fukara. Gjithmonë do vi dita që fëmia nuk do të ta di asnjë gjë për nder dhe në fund fare do të kryqëzoj duke të thënë që ti i ke fajt që jeta ime është kështu. Shumë prindër mendojnë që duke marrë përgjegjësitë e fëmijëve, ata i ndihmojnë. Duke marrë përgjegjësitë e fëmijëve, ata ju bëjnë ndihmë fëmijëve. Dhe kështu fëmijët do jenë falenderues, do jenë të mirë. Kjo nuk është e vërtetë. Sa më shumë përgjegjësi ti merr për fëmijën tënd, aq më shumë ti i humb vlerat përpara fëmijës tënd. I humb vlerat, ti nuk ke më vlera. Ti nuk ke më vlera. Fëmia të shikon ty pastaj vetëm si një objekt që i plotson dëshirat. Vetëm si një objekt që i çon paran. Vetëm si një objekt që të thot më duhet kjo, më duhet kjo, më duhet kjo, dhe po si ja dhe, fëmia zëmrohet, fëmia nuk të do, se ai është mësuar vetëm me shpirtin e interesit. Dhe kur nuk ka më interes, ai nuk të do. Po mendoje, një ditë i do plakesh, një ditë nuk do kesh më forcë, dhe nuk ke forcë ta ndihmosh fëmijën tënd. Atëherë ti do të ngelesh vetëm. E dini ju cilët fëmijë ju qëndrojnë pranë prindërve të tyre? E dini ju cilët fëmijë din të sakrifikojnë për prindrit e tyre? Vetëm ata fëmijë që e din që është sakrifica. Vetëm ata fëmijë që kanë punuar, punojnë për lekun dhe e din çfarë është sakrifica. Vetëm ata
kujdesen për prindrit. Kurse ata fëmijë që marrin gjithçka nga prindi, edhe në fund fare do të thonë, ma hiq shtëpinë në testament para se të vdesësh, se mos ziremi, sepse ai është mësuar të të zhvati nga gjithçka dhe të të nënshtroj e të të përdori në të gjitha. Shumë prindër nuk e kuptojnë këtë gjë. Shumë prindër futen në borxhe për fëmijët e tyre. Ju nuk duhet të bëni këtë gjë. Ju nuk duhet të futeni në borxhe dhe nuk duhet të dilni garant për borxhet e fëmijëve tuaj. Dua t'ju them dhe një gjë, nëse ti del garant për borxhet e fëmijës tënd, dije që i ligu do ta futi fëmijën tënd në më shumë borxhe, sepse ti merresh peng nëpërmjet fëmijës. Nëpërmjet fëmijës ti merresh peng. Prandaj unë dua të them, mos e lejo të ligun dhe mos dil garant për asnjë gjë. Mos dil garant për fëmijën tënd. Mos dil garant për borxhet e fëmijës tënd. Mos dil garant dhe i plotson fëmijës të gjitha tekat. Veri limite e fëmijës tënd dhe ai do të respektoj ty, do të nderoj ty deri në pleqërinë tënde. Kur ti e le fëmijën, ai do zëmrohet në fillim se është mësuar vetëm me të marr, ai do zëmrohet në fillim, por më vonë do ta kuptoj që gjëja më e mirë që ti ke bërë është që i vure limite dhe i the kjo është jeta jote, vazhdo rrugën tënde. Prandaj të dashur, ju mendoni se duke i vën fëmijët dëshirat e tyre, vullnetin e tyre të parë në jetën tuaj, ju mendoni se kështu ju do keni dashurinë e fëmijëve, sepse ata e shikojnë çfarë sakrifice po bën ti. Dhe kështu ata të shikojnë ty indirekt si Zotin i jetës e tyre. Mos luaj Zotin për fëmijët e tu, por çoj tek Zoti vërtet. Mos luaj Zotin mbi jetën e fëmijëve të tu, por dorëzoj tek Zoti. Çoja ati dhe të riqu. Të riqu dhe veru limite, sepse limitet japin formën dhe e çojnë ujin në brazdën e dur. Çojini dhe dorëzojni fëmijët tek Zoti. Dorëzojni tek ai. Flas për fëmijët e mëdhenj, ti nuk mund të dorëzosh një fëmijë 1 vjeç. Një fëmijë 1 vjeç thua, "Ok, tani do ta lë në rrugë edhe le të rritet si të rritet." Po flas për fëmijët e rritur që ti duhet ti dorëzosh tek Zoti edhe ti lejosh që të ndërtojnë jetën e tyre. Pra fjala e Perëndis thot, vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëj të shkëlqej drejtësia jote si drita, amen, dhe ndershmëria e tij si mesdita. Pra Zoti do t'i bëj këto. Kur ti i dorëzohesh Zotit, rri në heshtje para Zotit dhe prite atë. Mos u i dhëro për atë që i shkojnë mbar punët e veta, për njeriu që ndjek planet e këqija të tij, pra mos shiko njerëzit e këqij, hiq dorë nga zëmrimi dhe lere përbuzjen. Mos u dëshpëro, kjo do të çonte edhe ty të bëje të keqen. Shikojeni pak? Hiq dorë nga zëmrimi. Pra mos u zemëro. Edhe nëse nuk e prek punën me dorë fëmia jot, nëse nuk do të punoj, unë dua të them, ti si prind, nëse ai jeton akoma në shtëpinë tënde, më thënë, mirë ishte ti iki nga shtëpia, të shikoj punën e vet, por nëse nuk ikën, nëse do të kisha një fëmijë të tillë, që është 26 vjeç dhe është akoma në shtëpinë time dhe nuk punon, nuk bën asgjë, si do të veproja? Unë do t'i jepja për bukë, për të ngrënë, për të pirë, sepse është detyra ime si prind. Por nuk do t'i jepja lek për asnjë dëshirë të tij. Nëse ai do të kërkonte rroba, marke, dua këtë rrobë, nuk do ta blija. Nëse do të më kërkonte më duhet kjo gjë, më duhet të shkoj këtu, të vete atje, absolutisht jo. Unë do t'i jepja për të ngrënë, për të pirë, por nuk do t'i blija cigare,
nëse pinte cigare, nuk do t'i jepja për asnjë gjë. Nëse unë do të kisha një fëmijë të tillë, si prind, si nën, unë do t'i jepja vetëm për të ngrënë dhe për të pirë. Gjithë të tjerat, nëse do të donte, do t'i thosha, birim, ja ku është puna. Dil puno, plotëso çdo dëshirë tënde. Je në shtëpinë time, të jap për të ngrënë e për të pirë. Të tjerat, çfarë të duash ti, puno, mbaj lekët vet, sepse unë nuk kam nevojë, Zoti më ka bekuar, do më bekoj akoma më shumë, aman për gjërat e tua shko dil dhe puno. Këte do të thosha unë, dhe unë do qëndroja në këte. Kështu motër, me që më pyeti një motër aty. Pra, fjala thot është mos rri i zëmruar. Hiq dorë nga zëmrimi, lere për buzjen, mos u dëshpëro, kjo do të çonte edhe ty të bëje të keqen. Po e shikoj unë më qa ka dashur Zoti me këtë psalm. Ndaj Zoti ma kështë e vënë në zemër mua këtë psalm, kodë s'ma ka vënë. Sepse njerëzit e këqinj do të shfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Pra Perëndia e premton, ata që besojnë tek Zoti do të trashëgojnë tokën. Unë besoj. Amen. Edhe pak dhe i pabesi nuk do t'jetë më. Po ti do t'i kërkosh me kujdes vendin e ti dhe ai nuk do të jetë më. Amen. Por zemër butët, pra ja vlen ti është zemër butë. Ja vlen. Por zemër butët do të zotërojnë tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe. I pabesi komploton kundër të drejtit dhe kërcëllin dhëmbët kundër ti, por Zoti qesh me ta, sepse e sheh që po vjen dita e ti. Pra shikoni, kur dikush na lufton ne pa të drejtë, kur dikush na sulmon ne pa të drejtë, kur dikush kërkon të keqen ton, fjala thot që Zoti qesh me ata dhe thot hajtë se të erdhi dita. Pra mirë ai që merret me, mirë ai që ngrihet kundër nesh dhe na lufton. Mirë, sepse Zoti thot që ati po i vjen dita. Pra ati që ngrihet kundër nesh. Të pabesët kanë nxjerr shpatën dhe kanë ndezur harkun e tyre për të rrëzuar të mjerin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecin drejt në rrugën e tyre. Shpata e tyre, dëgjojeni një çik sa fuqi kanë këto rreshta. Dëgjojeni edhe një. Të pabesët kanë nxjerr shpatën dhe kanë nderur arkun e tyre për të rrëzuar të mjerin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecin në rrugën e drejtë. Pra i pabesi rri në fshehtësi për të vrarë të drejtin, për të shpifur kundër të drejtit, për të gënjur kundër të drejtit, për të bërë të keqen kundër të drejtit. Po shikojeni se çfarë ndodh. Fjala thot, pikërisht atë që ata kishin bërë gati për ne, atë do të marrin ata vetë. Te Kreshti 15 të shkruar, shpata e tyre, pra e armikut ton, do të hyjë në zemrat e tyre dhe harshet e tyre do të thyen. Wow! Vlen më tepër e pakta e të drejtit se sa bolleku i shumë të pabesve, sepse krahët e të pabesve do të thyen. Por Zoti i përkrah të drejtën. Zoti i njeh ditët e njerëzve të ndershëm dhe trashëgimia e tyre do të vazhdojë përjetë. Ata nuk do të ngatërohen në kohën e fatkeqësisë dhe në ditët e zisë do të ngopen, por të pabesët do të vdesin dhe armiqtë e Zotit do të konsumohen dhe do të bëhen si dhjami i qenjave. I pabesi merr hua dhe nuk e kthen, por i drejti ka mëshirë dhe dhuron. Shikojeni pak, i pabesi merr borx, lyp dhe nuk i kthen. Kurse i drejti, jo vetëm që nuk lyp, por ka dhe për të dhuruar. Amen. Harpat e njeriut i drejton Zoti, kur ati i pëlqejnë rrugët e tij. Por kur njeriu rrezohet, nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për dore. Pra ndoshta një i drejt pengohet, por Zoti thotë unë kur nuk të le të rrezohesh, të mbaj fort në dorën time. E ke parasysh një fëmijë kur ka mësuar të eci, edhe nga një rrezohet, por ne prindrit që i kemi fort në dorën tonë,
nuk i lën të bien. Ata pengohen, por në fakt i mbajnë fort. Kështu thot Zoti, jam unë me ju. Ju mbaj fort në dorën time dhe ju nuk do të rrëzoheni. Unë kam qenë fëmijë, thot Davidi, dhe tani jam plakur. Por nuk kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pararësit e tij dhe pasardhësit e tij të lypin bukë. Ai ka mëshirë dhe jep kur do erhua, dhe pasardhësit e tij janë në bekim. Pra ai që ndjek Zotin, ai që është i drejtë, kur nuk do të lypin bukë. Kur. Dhe jo vetëm kaq, por ti dhe pasardhësit e tu do të jepni hua, por nuk do të merrni hua. Haleluja, dhe do të jeni në bekim. Largo nga e keqja dhe bëj të mirën, dhe do të kesh një banesë të përjetshme, sepse Zoti e do drejtësinë dhe nuk ka për t'i braktisur kur shenjtorët e tij. Ata do të ruhen për jetë, ndërsa pasardhësit e të pabesve do të shfarosen. Amen. Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të. Nga goja e të drejtit del dituri dhe gjua e tij flet për drejtësi. Ligji i Perëndisë së tij është në zemrën e tij, hapat e tij nuk do të lëkunden. I pabesi spionon të drejtin dhe përpiqet ta vrasë. Zoti, dëgjojeni çik, i pabesi kërkon gjithmonë të vrasë të drejtin. Sklavi kërkon gjithmonë të vrasë trashëgimtarin, gjithmonë. Por fjala thot, Zoti nuk do ta lërë në duart e tij. Zoti nuk do të lërë ty në duart e të ligut. Dhe nuk do të lejoj që të dënohesh kur të gjykohen. Kish shpresë të patundur tek Zoti. Dhe ndiq rrugën e tij, dhe ai do të lartësoj me qëllim që ti të trashëgosh tokën. Kur të pabesët janë shfarosur, ti do ta shikosh. E pash njeriun e pushtetshëm dhe të furishëm të begatohet si një pemë e gjelbër në tokën e tij të lindjes, por pastaj u shtuk dhe ja nuk është më. E kërkova dhe nuk e gjeta më. Ki kujdes për njeriun e ndershëm. Ki kujdes për njeriun e ndershëm. Dhe këqyr njeriun e drejtë, sepse ardhmja e këtij njeriu do të jetë paqja. Por shkelësit do të shkatërrohen të gjithë. Në fund të pabesët do të dërmohen. Por shpëtimi i të drejtëve vjen nga Zoti. Ai është kështjella e tyre në kohën e fatkeqësisë. Dhe Zoti i ndihmon dhe i çliron nga të pabesët dhe i shpëton, sepse kanë gjetur stre tek ai. Zoti do të shpëtoj ty nga çdo situatë. Zoti do të çliroj ty nga çdo situatë. Ajo që Zoti pret është besoja Zotit jetën tënde. Gjithçka besoja Zotit. Mos u krahaso me asnjë. Mos u lidh pas askujt, kushdo që t'jetë, duke filluar nga njerëzit e familjes tënde. Zoti thot, kush nuk mohon, ose kush do më shumë të afërmin dhe veten e tij dhe nuk më do mua, nuk është pjesa ime. Pikërisht këtë kërkon Zoti të thotë. Kur ti do më shumë veten tënde, kur ti do më shumë njerëzit, kur ti do më shumë se sa do Zoti. Sekreti është nëse do të kesh një martesë të lumtur, nëse do të kesh fëmijë të bekuar, nëse do të kesh një jetë me shëndet, është dorëzoja komplet Zotit. Dhe jeto për Zotin. Kur ti je i mbushur në Zotin, atëherë martesa jote do të jetë e mirë, fëmijët e tu do të jenë të mirë, e ardhmja jote do të jetë e mirë. Pse? Sepse ti ja ke besuar Zotin. Çdo njeri që ne e duam më shumë se Zoti, ai njeri do bëhet problemi i familjes tonë dhe jetës tonë. Dhe nëse ti do jetën tënde më shumë se Zoti, pikërisht ti do të jesh i smur, do të kesh probleme me shëndetin, do të kesh gjithë problemet. Pse? Sepse djalli e di që ti do veten tënde më shumë se Zoti. Por nëse ti thua gjithçka un kam është Zoti, dhe kur kam Zotin, kam gjithçka, kam një martesë të lumtur, kam fëmijë të bekuar, kam punë, kam jetën, kam gjithçka, mbushja ime është Zoti. Dhe kur mbushesh ti në Zotin, vetë fjala thot që ai do t'i plotësoj të gjitha dëshirat e zemrës tënde.
Pra, Monda po pret, Monda je live, sepse Monda do që të futet tani të lexoj Biblën, edhe mua më duhet t'ja liroj vendin. Vajti ora, a kemi dhe 10 minuta. Okej, lavdi Zotit, sepse në orën 2 Monda na lexon Biblën çdo ditë dhe e do faqen të lirë. Edhe në emrin e Jezus Krishtit unë lutem sot për ty që t'ja dorëzosh zemrën Zotit. Unë lutem që ti ta lexosh edhe një herë këtë Psalmin 37 që unë e shikoj tani që pse Zoti këtë psalm e ka vënë kaq shumë në zemrën time. Kaq shumë është një psalm, domethënë që pothuajse në çdo situatë Perëndia më gjen një rresht nga ky dhe ma sjell në mendje për të më folur. Dhe unë dua të them lexoj edhe një herë këtë psalm. Dhe lutem për ty të mësosh dorëzimin. Të mësosh t'ia dorëzosh Zotit duke filluar nga jeta jote. T'ia dorëzosh Zotit familjen tënde. T'ia dorëzosh Zotit të ardhmen tënde. Dhe të jetosh për Zotin. Të jetosh për ta. Duke thënë sot, të dorëzoj martesën time. E shikoj që dua më shumë burrin, dua më shumë gruan, dua më shumë fëmijët, dua më shumë veten time se sa ty. Unë heq dorë. Pendohem dhe Zot ti dorëzoj ty. Ti jesh i sigurt që Zoti do më shumë se ty që ti t'jesh e lumtur. Zoti do më shumë se ty që fëmijët e tu t'jenë të shëndetshëm. Zoti do më shumë se ty që ti t'jesh i bekuar në çdo gjë. Zoti e do më shumë se sa ti e do. Sepse Zoti mburret me ty. Ti je vendi ku Zoti mburret. Ti je vendi ku njerëzit shikojnë që ti që do Zotin je kaq e bekuar. Dhe mos keni frikë nga bekimet. Mos keni frikë nga çlirimet, nga shërimet. Mbështesni kishat që kanë fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Mbështesni sepse këtu, aty ku është fuqia e Shpirtit të Shenjtë, aty është Zoti i gjallë. Aty ka shërim, aty ka çlirim, aty ka thirrje nga demonët, sepse demonët nuk durojnë dot lavdinë e Zotit. Dhe mbështeteni, nderoni me Zotin. Dhuntit e çlirimit dhe të shërimit janë dhurata të Shpirtit të Shenjtë, që Zoti ja ka dhënë kishës, ja ka dhënë njerëzve. Dhe ne jemi thirrur të jemi pjesë e kësaj gjenerate ku fuqia e Krishtit vjen edhe njerë e gjallë në kishën e tij. Koha e apostujve është tani. Koha e shërimeve dhe e çlirimeve në kishë. Ku njerëzit, ata njerëz që nuk e dinin rrugën ku të vinin, ata njerëz që nuk dinin me ku të trokisnin, tani e din, unë po shkoj në kishë. Dhe unë lutem që të gjitha kishat, të gjitha, sepse Perëndia na ka thirrur, ata duhet thjesht të heqin atë verën e vjetër. Shumë njerëz mendojnë që sa më shumë të jetë vera e vjetër, aq më e mirë është ajo. Do t'i qesh një gënjeshtër kjo, që i ligu na ka gënyer. Unë kisha një 20 shishe, një 15 vjeçare. Dhe ju thash para një 7 vitesh i hodha të gjitha. Dhe thash, okej, ti provoj me që thonë që sa edhe të gjitha i kam hapur për t'i provuar, të gjitha ishin të tharta dhe asnjë s'kishte shije. Është një gënjeshtër. Është një gënjeshtër kur i ligu thotë që me verën e kaq shumë viteve mbaje fort sepse është më e mirë. Jo. Perëndia thotë, unë çdo ditë jap vaj të ri. Dhe unë lutem për të gjitha kishat të zbrazin kacekët me verën e vjetër. Të zbrazin kacekët me vajin e vjetër. Dhe të mbushen me vajin e ri. Vaji i ri është
Krishti është i gjallë, me fuqi, me shenja, me fuqi dhe me autoritet. Dhe të gjitha kishat të mbushen me këtë vaj të ri. Ka ardhur koha të gjitha kishat të zbrazin zemrat nga gjithë shka që kanë mësuar, të zbrazin zemrat nga besimi gabuar, të zbrazin zemrat nga vaj i vjetër, dhe ta lënë Zotin t'i mbushin me vajin e ri, ku Zoti është në fuqi, në autoritet, me shërime, me çlirime, me bekime. Është kjo koha e ringjalljes, koha e vajit të ri. Dhe unë e deklaroj të gjitha kishat shqipfolse të hapin semrat e të marrin këtë vaj të ri. Dhe unë deklaroj në çdo vend, në Vlorë, Tiranë, Lusht, Fier, Shkodër, Prishtinë, në të gjitha kishat, Pogradec, Korçë, Bilisht, Mokër, në të gjitha kishat. Edhe sikur 5 kishat jenë në një qytet, edhe sikur 10 kisha, të gjitha kishat të mbushen me fuqinë e shpirtit të shenjtë. Dhe mos t'u vi më turp për fuqinë e Krishtit, por nëse ka një arsye për të mburur, të mburren për fuqinë e Zotit në kishë. Dhe njerëzit të mbushin kishat plote për plot. Edhe njerëzit të asnjë shtëpi, në asnjë shtëpi mos të qëndrojë një njeri të dielën, por të vrapojnë në për kisha e të thonë, do shkoj, sepse aty marr shërimin. Çliroj vajosjen për çdo kishë, çliroj vajosjen për çdo pastor, çliroj vajosjen. Zoti nuk ka 1 e 2. Zoti do fuqia e tij të bëhet e gjallë në çdo kishë. Dhe e deklaroj fuqia e shpirtit të shenjtë të ndizet zjarr në çdo pastor, në çdo kishë, dhe të ringrihet edhe njerë autoriteti i apostujve, autoriteti i kishës, autoriteti i vajosjes. Emri Jezus le të sundoj mbi principatat e çdo qyteti, mbi principatat e çdo familje, mbi principatat e çdo personi. Në emrin e Jezusit. Dhe të gjithë të kthehen te Krishti. Dhe unë lutem për ty, dila, në emrin e Jezusit, që zemra jote t'i dorëzohet 100% Jezusit. Dhe që Zoti të marri komplet kontroll në familjen tënde. Dhe që planet e të ligut tashme dështuan dhe plani Zotit do të bëhet. Ju bekoj të dashur, siç ju thash që unë kam një takim me një kushurir tani. Ju bekoj dhe ne dëgjohemi nesër. Nesër në darkë, në orën 21, jemi bashkë. Miropafshim, një të diel të bekuar, mos harroni, tani është monda, në orën 2 lexon Biblën, dhe në orën 3 dhe 4 është kisha e Bilishtit, kisha e Tiranës, dhe ndiqini, bekojini, mbushini zemrat plot me Zotin. Të gjithë ju në TikTok, ju ftoj në Facebook të ndiqni Alketa Hour dhe kisha online Jezus Krishti është Zoti gjithë shqipfolsve. Dhe të bekojeni e të mbusheni plote për plot. Dhe unë ju bekoj në emrin e Jezusit, pra unë lexova sot Psalmin 37, Zoti donte që unë të lexoja Psalmin 37 dhe Zoti do që të flas në çdo zemër. Dhe mos harroni në datën 13 prill, në orën 10 tek Resort Stella. Nëse ju jeni pastor, unë ju ftoj të keni një zemër të përullur dhe të vini te kjo konferencë. Zoti do që të ngjalli kishat tuaja. Zoti nuk do të ketë 1 apo 2 të vajosur. Zoti i do pastorët të vajosur. Me gjithë zemër ju them,
përullini zemrat. Ejani dhe merrni vajosjen për kishat tuaja. Ejani dhe merrni vajosjet që Zotit ju japi autoritet të dëboni demonët, të shëroni njerëzit, të sillni ringjallje në qytetet tuaja. Mos e lejoni krenarin për çarjen, mos e lejoni satanin që u mbaj peng. Zoti kërkon rizgjimin. Ju ftoj të gjithë pastorëve të vini në këtë konferencë dhe të merrni fuqinë e ringjalljes. Vajosjen që juve ju duhet për këtë ringjallje. Në çdo qytet që ti je, Zoti do ty të të përdori. Por ti e di, ligjet shpirtërore kërkojnë zhbllokimin e vajosjes dhe vajosja merret nga një i vajosur. Ejani dhe merreni, përulluni, mos e lejoni të ligun të thot, bek kjo të na flasi kështu, Zoti më ka zgjedhur për këtë gjë. Mos e lejo të ligun me të mbaj peng. Eja dhe merr vajosjen dhe sill ringjallje në kishën tënde. Sill rizgjim. Më kujtojnë 2 pastorë që erdhën dhe më thanë, Pastor Alketa, unë kam 27 vite pastor, por Zoti më ka sjell, unë përulem dhe kërkoj vajosje. Dhe të dashur, para disa ditësh më shkrujti dhe tha me të vërtet, Zoti solli ringjallje në kishën time. Dhe Zoti do ta sjelli edhe në kishën tënde. Ejani dhe merrni ringjalljen dhe rizgjimin. Ejani në këtë konferencë. Zoti dëshiron të përhapet kjo ringjallje. Dhe ndoshta deri dje unë nuk isha gati të shkoja atje ku më kanë ftuar, shumë kisha më kanë ftuar dhe unë kam thënë nuk jam gati. Sot unë ju them, unë jam gati të çoj vajosjen ku Zoti do dhe të çliroj vajosjen mbi çdo kish. Mbi çdo kish. Nëse ti thua Alketa, unë nuk vi dot në konferencë, por unë dua që ti të vish në kisha jonë dhe të çlirosh vajosjen këtu. Unë do të vi. Pra të dashur, ejani sepse është koha e ringjalljes. Është koha që Zoti po të kërkon ty. Dhe në asnjë qytet më të mos ketë fjetje të frymës, por rizgjim dhe ringjallje. Haleluja. Në 13 prill në orën 10 te Kresor Stella. Ju pres dhe Zoti tashmë është me ne, ka hapur qiellin dhe Zoti ka folur që është koha e ringjalljes. Është koha e rizgjimit dhe shumë shpejt ne do i shikojmë me sytë tanë se si gjithçka do të bëhet realitet në sytë tanë. Çdo gjuhë do të deklaroj që Jezusi është Zot, jo për ishtë të fjalëve të bukura, po për ishtë të fuqisht që Zoti ka vendosur ta lërë ta çliroj dhe ta vëri në aksion në përmjet bijve të tij. Ju bekoj dhe Marina, Zoti ta bekov zemrën tënde, Zoti i dhen paqe dhe gëzim zemrës tënde. Ju bekoj, mondës i vajti ora, i mora 2 minuta, miru pafshim, shifemi nesër në darkë në orë 21. Miru pafshim.